Me mjetet demokratike, Bashkia e Fusharësit do t'jetë ndërbashkisë që dalë zot vetit dhe mendoj që këtu do lëbojmë shumë dhe me institucionet ndërkombëtare dhe me shoqërinë civile, edhe të mirë organizata që ka shoqëria civile dhe me gjithë diasporën, kemi vazhdu negociatat me gjithë, kështu që nuk do t'jetë shumë e lehtë që Bashkia e Fusharësit dhe komuniteti që profesion Bashkinë e Fusharësit të përdoret fjala shkërje. Bashkia e Fusharësit nuk do të jetë vetëm një institucion gjeografik. Bashkia e Fusharësit ka një emër, ka një histori, i ka dhënë GDP-s për 120 vite me radhë, ka qenë potenciali më i fortë në veri për industri, kështu që i baj thirrje gjithë deputetëve djathtë të majtë në gjithë edhe partive tjera në parlament që mos ta votojnë dhe mos të jenë fatet e Bashkisë Fusharësit në dorën e 10 deputetëve apo 20 deputetëve. Kjo do të ishte fundi i demokracisë. Lobimi do të jetë i fortë, nuk do ketë asnjë mundësi që çdo kush të vendosur Bashkinë e Fusharësit apo komunitetin e Fusharësit pa e pyet komunitetin e Fusharësit. Mendoj që është veprim i nxitur. Nuk e përmirëson, vetëm çaja dëmton jetën e qytetarëve të Fusharësit, ju largon shërbimin, ju largon e shpopullon, sot ka ekonomi në rritje, nesër do të jetë një fazë tjetër. Ne kemi bërë 2 referendume, njëri mi drejtu komisionit zgjedhor, është krejt i lidhshëm, dhe tjetër do bëhet me anë të shoqërisë civile, me çdo banor të Bashkisë Fusharësit, qoftë të diasporës dhe ato që jetojnë aktualisht në Bashkinë e Fusharësit.